Nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, një njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të jenë të parat që do të përfitojnë nga fondi i planit të rritjes së Bashkimit Evropian, një shpërblim për reformat e realizuara. Ai theksoi rëndësinë e anëtarësimit në Bashkimin Evropian për zhvillimin e mëtejshëm të dy shteteve. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të jenë të parat që do të përfitojnë nga fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian, një mundësi e rëndësishme financiare për të dy shtetet që kanë realizuar reformat e kërkuara. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar. Rama theksoi se Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro çdo vit pas anëtarësimit, një shumë e ngjashme me atë që ka marrë Kroacia. 1 miliard euro e kusur në vit. Shikoni këtu shifrat, të gjitha shifrat që janë në krahun e bufit janë 130, 140, 150 maksimumi vjetore, pak a shumë në total, siç ndodh me ne me programe të ndryshme, dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kryeministri shfrytëzoi mundësinë për të sulmuar opozitën duke akuzuar atë për qëndrime penguese ndaj reformës të drejtësisë dhe përsëriti se ai dhe Partia Socialiste janë ata që e kanë sjellë drejtësinë dhe që opozita nuk e ka dashur. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohë dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vetingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve. Të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte luli në krye, por luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës. Dhe bufi i Knetës. Në fund Rama njoftoi se do të rinisin takimet me diasporën dhe do të vizitoj Kretën, Athinën dhe Milano për të takuar shqiptarët që jetojnë në këto qytete. Në një konferencë për media, Sali Berisha ka akuzuar Altin Dumanin për mbrojtje të Edi Ramës dhe për mosndëshkimin e krimit që lidhen me të. Ai tha se pa Dumanin, Rama do të ishte në burg për skandalin e tij, ndërsa kritikoi ndërhyrjen e kryeministrit në Bashkinë e Tiranës dhe sistemin shëndetësor në vend. Në një konferencë për media, ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e SPAK-ut Altin Dumanin se ka mbrojtur kryeministrin Edi Rama për çdo krim dhe vjedhje që ai ka kryer. Sipas Berishës, nëse Dumani nuk do të kishte ndërhyrë, Rama do të ishte në burg për djegsin dhe për skandalet e tjera duke përfshirë ato të Megonical dhe krimet elektorale. Berisha theksoi që dosjet që përfshin Durrësin dhe Peshkopin, të cilat përfunduan në duart e Ramës, janë të mbuluara dhe jo të ndëshkuara nga Dumani. A mund të ndodhte që një vepër publike, siç është djegësi i Tiranës, 130 milion euro, që nuk ekziston asnjë asnjëshan, të mos i faturohet njerëzve kryesor, po 2 drejtorëve. Në një kohë kur kryesorët, pronar dhe njerëz kryesor janë Edi Rama dhe Erion Veliaj, po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës. Por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetaj dhe mbron Veliajn jo për këtë se Veliaj ai e çoi me një dosje tjetër, ai firmosi për Veliaj, po jo për këto, jo për vjedhjet më të mëdha. Po të mos ishte Altin Dumani, 5D-ja nuk faturohej vetëm 2 apo 3 drejtorëve, po i faturohej Erion Velis dhe Edi Ramës. Po Erion Veliaj nuk u faturua sepse është Edi Rama mbrapa. Berisha gjithashtu ndal të ndërhyrja e Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës duke thënë se ai është person që merr vendime për shkarkime dhe emërimet e funksionarëve, përfshirë kërcënimet ndaj një zonje të emëruar nën kryetare të bashkisë nga Erion Veliaj. Sipas tij, Rama ka përdorur pushtetin në mënyrë brutale për të kontrolluar të gjithë strukturat e bashkisë. Kjo është e faktur është një zonjë që quhet Anuela Ristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar, pavarësisht ai është kryetar. Dhe u shkarkua, u emërua një zonjë tjetër, e cila u thirr dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetëm u kërcënua ajo zonjë, po ajo
u dëbue nga puna, sepse Erion Veliaj e emroi atë nën kryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emrimet në Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se sistemi shëndetësor në vend është në gjendje katastrofale dhe premtoi dyfishimin e buxhetit dhe rrogave për mjekët dhe infermierët nëse do të kthehen në pushtet. Bashkimi Evropian do të alokojë 64 milion euro në funksion të Shqipërisë si parafinancim nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor për të forcuar ekonominë dhe sundimin e ligjit. Ambasadori i Bashkimit Evropian dhe negociatorja Majlinda Luka e quajtën këtë një mundësi historike për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka dhënë një mundësi të rëndësishme për Shqipërinë duke angazhuar një parafinancim për 64 milion eurosh në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ky fond do të përdoret për të fuqizuar ekonominë e vendit dhe për të forcuar sundimin e ligjit duke mbështetur një Shqipëri më të gjelbërt me një kapital njerëzor më të fuqishëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, e cilësoi këtë një hap të rëndësishëm për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt antarësimit të NBE. Urime Shqipëria për arritjet e një tjetër momenti të rëndësishëm në rrugtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes së nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështetet një Shqipëri më të gjelbërt dhe fuqizon kapitalin njerëzor. BE-ja qëndron me Shqipërinë në rrugën e saj drejt antarësimit, u shpreh ambasadori i BE-s Silvio Gonzato. Krye negociatorja Majlinda Luka e vlerësoi këtë mundësi si historike për Shqipërinë, duke nënvizuar se vendi është i angazhuar për të përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne kuptojmë plotësisht marrëdhënien e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet e ardhshme. Ne jemi energjikisht të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen e zellshme të kritereve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në total, deri në vitin 2027, Shqipëria ka mundësi të përfitojë deri në 922.1 milion euro nga mekanizmi i reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të përmbushjes së kushteve të kërkuara për antarësim, duke përfshirë reforma në sektor të ndryshëm si ekonomia digjitale dhe energjia e rinovueshme. Nuridin Dumani ka vijuar dëshminë e tij para gjykatës së posaçme ku ka dhënë detaje mbi planin për të eliminuar biznesmenin Elton Kila, i njohur si Oti Elbasanit. Ai ka zbuluar se kishte marrë një shumë prej 200.000 eurosh nga Soil Çela për të realizuar vrasjen e cila u tentua në 29 mars të vitit 2022. Nuridin Dumani ka vazhduar dëshminë e tij në gjykatën e posaçme ku ka marrë në pyetje edhe avokatët e të akuzuarit të tjerë për ngjarjen kriminale që kanë trodhitur Elbasanin dhe Durrësin në vitet e fundit. Ai ka përshkruar detajet e planit për të eliminuar biznesmenin Elton Kila, njohur si Oti i Elbasanit. Sipas Dumanit, ky plan ishte mbështetur nga Soil Çela, i cili kishte premtuar një shpërblim prej 200.000 eurosh në realizimin e vrasjes. Soil Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kilës. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova. Isha shofer, më qelluan nga mbrapa, më pas ula dhe sendilja e pasagjerit të makinën X-Pace kur u plagosa. Oti Kilën e njoha personalisht, kam ndjenjur me atë bashkë me vëllain tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Në të njëjtën ditë u bëshit blerja. Në 2019, një shef krimesh në Elbasan, që Enrico Hoxha e kishte shok, më jepte informacion për Taro Çelën. Shefi ma prezantoi Enrico. Ai kërkoi 10.000 euro në muaj. Një ditë para ngjarjes e bleva një Kalashnikov me silenciator në fier. Sander Baho, më njohu me shitësin. Ditën e ngjarjes kisha mitraloz me 200 fishek dhe një kallash. Mitralozin ma dha çuni xhaxhait tim. Makinën për ngjarjen e bleva rreth 6.000 euro dhe më thanë që ishte vjedhur në Greqi, por nuk e di. Bashkëpunëtori i drejtësisë tha se një shef i lartë i policisë në Elbasan e ndihmonte me informacione për Taro Çelën, por nuk i dha identitetin e tij. Ai u shpreh se ka refuzuar që dëshmoj para policisë së Elbasanit kur është arrestuar duke i konsideruar ata si të korruptuar. Gjykata e lartë ka shtyrë për 1 prill shqyrtimin e seancës për ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla pasi nuk u formua trupa gjykuese. Llalla, i cili ishte dënuar për mosdeklarim të pasurisë, u tërhoqë nga rekursi i tij në shkallën e 3, por në seancën e ardhshme do të shqyrtohet kërkesa e tij për pafajësi.
Gjykata e lartë ka shtyrë për datën 1 prill shqyrtimin e seancës për ish-kryeprokurorin Adriatik Dhalla pas dështimit për të formuar trupën gjykuese. Dhalla, i cili në muajin nëntor të vitit kaluar depozitoi rekurs në shkallën e tretë, kërkon pafajësi lidhur me akuzat për mosdeklarimin e pasurisë. Megjithatë, ai u tërhoq nga kjo kërkesë dhe gjykata e lartë do të shqyrtojë tërheqjen e rekursit të tij në seancën caktuar për 1 prill. Nëse gjykata nuk pranon tërheqjen e rekursit, do të vazhdojë shqyrtimi i kërkesës për pafajësi të Dhallës. Ish-kryeprokurori dënuar më parë me 2 vite burg nga gjykata e posaçme antikorrupsion për 3 raste të mosdeklarimit të pasurisë, duke bllokuar gjithashtu të drejtën për të ushtruar funksionet publike për 5 vitet e ardhshme. Pak ditë para shpalljes së vendimit përfundimtar, Dhalla u largua nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Ai u shpall fajtor për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënime për motrat Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat akuzohen për dhunën që ushtruan ndaj blokeres 26 vjeçare Klea Prenga në gusht të vitit kaluar. Prokurori kërkoi 3 vite burg për Marielën, ndërsa për Antonelën kërkoi 3 vite shërbim prove, që mund të zbrecin në 2 vite pas gjykimit të shkurtuar. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënim për motrat Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat janë akuzuar për dhunën e ushtruar ndaj blogeres Klea Prenga me 9 gusht të vitit kaluar në një lokal në Tiranë. Prokurori Ndini Tavani kërkoi që Mariela Berisha, e cila ndodhet aktualisht në masë në arrest në shtëpi, dënohet me 3 vite burg. Megjithatë, nëse ajo shpallet fajtori dhe përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi mund të zbresë në 2 vite. Për Antonela Berishën, prokurori kërkoi një dënim prej 3 vitesh shërbim prove, që gjithashtu mund të ulet në 2 vite nëse miratojë gjykimi i shkurtuar. Motrat Berisha u veturzua në policinë në tetor të vitit 2024 pas më shumë se 2 muajsh në kërkim. Ato akuzohen për kryerjen e veprës penale, plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Dyshimet janë se shkaku i dhunës ndaj Klea Prengës ishte një konflikt personal i nxituar nga dyshimet e Marielës se Klea kishte pasur një lidhje me bashkëshorten e saj për më shumë se 1 vit. Sipas ekspertizës mjekësore, Klea Prenga ka psuar plagë të shumta dhe të rënduara në fytyrë, të cilat janë të pariparueshme dhe do të pasoja të përhershme. Në seancën e ardhshme në gjykat do të bëhet mbrojtja nga avokatët e të akuzuarës dhe fill pas kësaj pritet që gjykata të jap vendimin përfundimtar lidhur me kërkesën e prokurorisë për dënimin e motrave Berisha. Vendimi i kryeministrit Edi Rama për të mbyllur TikTok-un ka shkaktuar përplasje mes qeverisë dhe opozitës, si dhe ka nxitur reagime nga organizatat e mediave dhe shoqëria civile. Ata paralajmëruan se do të jenë hapi i parë drejt kufizimit të mëtejshëm të mediave sociale në Shqipëri. Nga ana tjetër, Rama justifikon vendimin si një masë mbrojtje ndaj përhapjes së dhunës dhe ndikimit negativ të platformës tek të rinjt. Vendimi i kryeministrit Edi Rama për të mbyllur rrjetin social TikTok ka shkaktuar një debat të ashpër politik dhe shoqëror në Shqipëri. Përveç përplasjes mes qeverisë dhe opozitës, ky hap ka ngjatur reagime të forta edhe nga organizatat e mediave dhe shoqëria civile, të cilat e konsiderojnë mbylljen e platformës si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, një kërcënim për lirinë e shprehjes. BIRN, Asociacioni i Gazetarëve dhe Center for Legal Employment kanë depozituar një ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar zhbërjen e vendimit. Sipas tyre, mbyllja e TikTokut jo vetëm që cënon të drejtën e qytetarëve për informim dhe lirinë e shprehjes, por prek edhe aspektin ekonomik, pasi platforma ishte kthyer në burim të ardhurash për shumë përdorues. Ata paralajmërojnë se legjitimi i këtij vendimi mund të hapë rrugën për mbylljen e rrjeteve të tjera sociale dhe vendosjen e një precedenti të rrezikshëm për demokracinë në vend. Në argumentin e tij për mbylljen e TikTokut, Rama ka deklaruar se vendimi u mor pas konsultimeve me 65.000 prindër dhe se shkaku kryesor lidhet me vrasjen e të riut Martin Sami nga një bashkëmoshatar i tij, si dhe përhapjen e dhunës përmes platformës pa filtra kontrolli. Sipas tij, TikTok do të mbetet i ndaluar për 1 vit derisa të gjenden masa efektive për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e rrezikshme. Ndërkohë, ky vendim ka sjell krahasime me masa të ngjashme të ndërmarra në vende si Turqia, ku Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njerëzit ka dënuar kufizime të tilla si cënimin e lirisë së shprehjes. Debati pritet të intensifikohet, ndërsa Gjykata Kushtetuese shqyrton ankesën dhe vendimi i qeverisë vazhdon të mbetet një çështje e nxehtë në diskursin politik dhe publik shqiptar. Qeveria italiane vijon planet për qendrën e emigrantëve në Eshadër, duke e shndruar atë një kamp për riadësimi për azil kërkuesit e refuzuar.
Kryeministria Giorgia Meloni pritet të dekretojë këtë plan të premte, ndërsa ministri i Brendshëm sqaroi se aty të dërgohen emigrantë që nuk do të përmbushin kriteret për qëndrimet në Itali. Qendra do të funksionojë deri në vendimin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut mbi listën e vendeve të sigurta të origjinës. Qeveria italiane nuk heq dorë nga planet për qendrën e emigrantëve në Shqadër, por tashmë synon të përdorë atë si një kamp për riadhesimi për azilkërkuesit e refuzuar. Pas vendimit të gjykatave italiane që ndalojnë dërgimin e emigrantëve të shpëtuar nga marina ushtarake në mesdhe drejt Shqipërisë, autoritetet italiane po rishikojnë funksionimin e këtij kampi. Ministri i Brendshëm italian në një intervistë sqaroi se në këtë kompleks do të strehohen azilkërkuesit që nuk përmbushin kriteret për të qëndruar në azil. Ata do të qëndrojnë në qendër deri në përfundimin e procedurave të kthimit në vendin e tyre të origjinës. Kryeministra Giorgia Meloni pritet të dekretojë këtë plan në mbledhjen e qeverisë të premten, duke e vënë atë në zbatim menjëherë. Ndryshimi i funksionit të qendrës së Gjadrit është në përputhje me politikën e Komisionit Evropian që lejon vendet anëtare të arrijnë marrëveshje me shtetet jashtë BE-s për ngritjen e qendrave të riadhesimit të emigrantëve të jashtëligjshëm. Kampi i Gjadrit do të shërbejë për këtë qëllim deri në momentin kur Gjykata Evropiane të drejtave të njeriut do të përcaktojë listën e vendeve të sigurta të origjinës, një vendim që do të ndikojë politikat e gjithë Bashkimit Evropian për migracionin. Ndërkohë, opozita në Itali dhe organizatat e drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime mbi pasojat e këtij vendimi, duke kërkuar transparencë dhe mbrojtje të drejtave të emigrantëve gjatë procesit të riadhesimit. Fondacioni i Rinisë Islame ka shpërndarë mbi 1000 pakë ushqimore për familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mëgjer, duke vijuar traditën e solidaritetit gjatë muajit të Ramazanit. Krahas ndihmave në trojet shqiptare, kryetari i fondacionit Zoti Lulzim Lecaj udhtoi në Ugandë për të mbështetur komunitetet më të varfra me ushqim dhe iftare. Ky mision humanitar i realizuar në bashkëpunim me fondacione dhe myftini lokale përçoi një mesazh të fortë shprehje dhe mbështetje për njerëzit në nevojë. Si çdo vit, me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, Fondacioni i Rinisë Islame me qendër në Zyrit të Zvicrës vijon misionin e tij humanitar në trojet shqiptare dhe Mëgjer. Përmes iniciativës Shporta e Ramazanit, ky fondacion ka shpërndarë mbi 1000 pakë ushqimore për familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe vende të tjera ku komuniteti shqiptar ka nevojë për mbështetje. Si një fondacion me vizion dhe përkushtim, Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare që operon në rajon, duke u dalluar për transparencë dhe përkushtim në ndihmë ndaj të varfërve. Këtë vit, veç shpërndarjes së ndihmave në trojet shqiptare, personalisht, kryetari i fondacionit Zoti Lulzim Lecaj ndërmori edhe një udhtim të posaçëm në Ugandë, ku organizoi shpërndarje ndihmash dhe iftare për komunitetet më të varfra, duke treguar se solidariteti nuk njeh kufi. Në një prononcim për mediat, Zoti Lulzim Lecaj tha: Ky është një mision që na frymëzon dhe na obligon të vazhdojmë mëtej. Të shohësh buzëqeshjen e dikujt që nuk kishte shpresë për një vakt ushqimi, është më shumë se çdo shpërblim tjetër për ne. Ndërsa ndihmat nuk mjaftojnë, por ne e bëjmë detyrën tonë, u shpreh në një prononcim për mediat Zoti Selami Hyseni, drejtues Fondacionit të Rinisë Islame. Ne e dim që ndihmat nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemet sociale, por është një detyrim moral dhe shpirtëror për ne që të ndihmojmë sa të mundemi. Ky angazhim është i vazhdueshëm dhe ne nuk do të ndalemi. Por prioriteti kryesor i shpërndarjes së ndihmave nga Fondacioni e Rinisë Islame mbeten jetimet. Në bashkëpunim me Fondacionin Mirësia, një shpërndarje e madhe ndihmash u organizua në Tiranë, ku përfituan 10 qindra fëmijë jetim. Në ambientet e Fondacionit Mirësia, u realizua një event i veçantë për shpërndarjen e pakove ushqimore, duke përçuar mesazhin se këta fëmijë nuk janë vetëm. Zoti Korab Kaja, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Mirësia, tha: "Këto ndihma janë një mbështetje e jashtëzakonshme për këta fëmijë. Falenderojmë Fondacionin e Rinisë Islame për këtë bashkëpunim të shkëlqyer, i cili sjell një dritë shprese për ta." Zoti shpërblet, Zoti nderon vëllezërit nga Zvicra, të cilët kanë qenë gjithmonë pranë Fondacionit Mirësia, pranë familjeve në nevojë, pra fëmijë jetim në Shqipëri, me kurbanet, me projekte të tërmetit dhe me projekte të tjera. Jemi të mbledhur së bashku këtu për të festuar me këta fëmijë jetim. Do shpërndajmë rreth 600 pako ushqimesh. Është një projekt i cili bëhet në bashkëpunim me vëllezërit tonë, bashkëdhetarët tonë nga Zvicra, vëllezërit tonë shqiptar, të cilët gjithmonë festojnë. Dhe ku ka më bukur se të festosh, ata gjithmonë festojnë me vëllezërit tyre shqiptar, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Po, familja jetimësh rreth Tiranës, gjithë rreth Tiranës. Janë rreth 150, janë 150 familje jetimësh. Do të kemi dhe familje tjera jetimësh që do të marrin rreth të tjera.
nga qyteti i Tiranës në Kavaj, në një bashkëpunim shembullor për shpërndarjen e ndihmave të qytetit të Kavajës, ku miftiu i xhamisë së qendrës, zoti Besnik Leçini, ndihmoi në identifikimin e familjeve në nevojë dhe në shpërndarjen e pakove ushqimore. Në një prononcim për Drita Televizion, miftiu i Kavajës tha: "Ky është një bashkëpunim i vazhdueshëm me Fondacionin e Rinisë Islame. Ne jemi mirënjohës për ndihmat e tyre, të cilat vijnë gjithmonë në kohën e duhur për ata që kanë më shumë nevojë." Në kuadër të projektit Shporta e Ramazanit, ne në qytetin e Kavajës shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet besimtare që janë në nevojë. Këto pako janë siguruar ashtu sikurse edhe vitin e kaluar nga Fondacioni i Rinisë Islame që është në Zvicër. Dhe gjej rastin t'i falenderoj përzemërsisht dhe ta lut Zotin Xhelel Shanuhu që t'i jap mirësi, t'i jap suksese në aktivitetin e tyre, në misionin e tyre. Pas Kavajës, destinacioni tjetër i xhirimeve tona ishte Gjilani. Drejtori ekzekutiv i Fondacionit Amaneti, zoti Bleri Marifi, kishte organizuar një shpërndarje të kujdesshme të ndihmave. Ai vlerësoi bashkëpunimin me strukturat lokale të çështjeve sociale që bën të mundur identifikimin e saktë të familjeve që kishin më shumë nevojë për ndihmë. Sot jemi në komunën e Gjilanit, ku Fondacioni i Rinisë Islame, cilën e falenderojmë shumë gjithë ata donatorët, bashkëtarët tanë që nuk e harrojnë familjet e tyre në Kosovë. Gjatë javës ardhshme do të fillojmë edhe me komuna tjera shpërndarjen e mbi 400 pako nga Fondacioni i Rinisë Islame. Ndërsa drejtori i shërbimeve sociale të Gjilanit, zoti Mursel Zymberi, u shpreh, kontributi i Fondacionit të Rinisë Islame ka qenë i vazhdueshëm dhe shumë i rëndësishëm për familjet që po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Kjo ndihmë është një shembull solidariteti për të gjithë ne. Gjithë shqiptarëve kudo që janë në veçantë Fondacionit të Rinisë Islame në këtë rast, e cila na ka ndihmuar dhe na ka lehtësuar për këtë fest islame që me pas të gjithë sofrën barabartë me të tjerë. Ndërkohë, zoti Symberi kishte planifikuar për ndihmat edhe një grup familjesh të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët për ironi të fatit ka nevojë për ndihmë. Pavarësisht se grupi i xhirimeve nuk mundi të ndjekë të gjitha shpërndarjet, Fondacioni i Rinisë Islame realizoi me sukses ndihmën në qytete të ndryshme si Burrel, Klos, Bulqiz, Maqellar, Tiranë, Kavaj, Gjilan dhe shumë të tjera. Ky është një shembull i qartë se Fondacioni i Rinisë Islame e ka të qartë misionin e tij, të ndihmojë ata që janë në nevojë, duke sjellë dritë dhe shpresë në jetën e njerëzve. Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare në rajon. Ai dallohet për transparencë dhe për kushtim në ndihmën ndaj të varfërve, ndërsa synon të mbështesë sa më shumë familje në nevojë. Do të me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Presidenti serb Aleksandar Vučić u takua në Beograd me dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai e cilësoi takimin si të hapur dhe të drejtë dhe ngriti shqetësime për pozitën e serbëve në Kosovë. Vučić akuzon Kosovën për pengesa në procesin e dialogut dhe këmbuli se themelimi i asociacionit të komunave serbe është thelbësore. Ndërkohë, Kosova mbetet skeptike ndaj draft statusit të asociacionit, duke konsideruar ato të papajtueshëm me kushtetutën e saj. Presidenti serb Aleksandar Vučić priti në Beograd të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, për të diskutuar mbi procesin e dialogut dhe situatën e serbërve në Kosovë. Pas takimit, Vučić ndau detaje përmes një postimi në Instagram, ku e cilësoi bisedën si të hapur dhe të drejtë. Ai ngriti shqetësimin për atë që ai quajti pozitë të vështirë të serbëve në Kosovë, duke akuzuar autoritetet në Prishtinë për veprime të njëanshme dhe përshkallëzuese, që sipas tij përkeqësojnë situatën. Në vim të deklaratës së tij, presidenti serb kritikoi Kosovën për pengesat të vazhdueshme në procesin e dialogut dhe ripërsëriti se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është i domosdoshëm për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai nënvizoi se ky asociacion do të krijohet si një hap kyç për të garantuar të drejtat dhe sigurinë e komunitetit serb në Kosovë. Debati mbi asociacionin mbetet një çështje e ndjeshme pasi Kosova ka refuzuar të pranojë draft statusin e propozuar nga Bashkimi Evropian, duke argumentuar se ai nuk përputhet me kushtetutën e vendit. Kryeministri Albin Kurti nuk pranoi të dërgojë dokumentin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, ndërsa presidenti Vjosa Osmani deklaroi se drafti nuk respekton ligjet dhe parimet e shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, përplasjet mes Prishtinës dhe Beogradit mbi këtë temë mbeten një nga pengesat kryesore për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Do të ecim me zhvillimet nga bota. Në ditën e tretë, radhazi Izraeli ka vazhduar bombardimet intensive në rripën e Gazës, duke shkaktuar të paktën 23 viktima, mes tyre 7 fëmijë. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë reaguar ashpër ndaj sulmeve izraelite në Gaza, duke i cilësuar ato si njollë e përgjakshme në ndërgjegjjen kolektive. Në një zhvillim tjetër, ushtria izraelite e ka njoftuar vrasjen e komandantit të Hezbollahut në jug të Libanit. Sipas autoriteteve izraelite, Hasan Kamal Halai ishte përgjegjës për disa sulme kundër Izraelit. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë reaguar ashpër ndaj sulmeve izraelite në Gaza, duke i cilësuar ato si një njollë e përgjakshme në ndërgjegjjen kolektive. OKB ka njoftuar gjithashtu se po tërheq një pjesë të stafit të saj ndërkombëtar nga Gaza për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe rritjes së sulmeve ndaj civilëve, përfshirë personelin e saj. Nga ana tjetër, grupi militant Hamas ka dënuar sulmet izraelite duke i cilësuar ato si masakra të tmerrshme dhe duke bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë për të ndalur Izraelin. Situata në terren mbetet kritike, ndërsa përshkallëzimi i konfliktit ka sjellë pasojë të rënda për popullsinë civile dhe ka rritur shqetësimet për një krizë të thelluar humanitare në rajon. Për të 6 natë, radhazi i qytetit Istanbulit u përfshi nga përleshjet mes protestuesve dhe policisë pas arrestimit të kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Forcat e rendit përdorën gaz luftsiellës, flakadan, topa ujë dhe plumba gome për të shpërndarë turmat, ndërsa qindra protestues u arrestuan. Stambolli vazhdon të jetë skenë trazirash të mëdha politike dhe përleshje të dhunshme mes policisë dhe protestuesve, cilët kundërshtojnë arrestimin e kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Prej 6 ditësh radhazi, qyteti më i madh i Turqisë është përfshirë nga protesta që kanë degeneruar me dhunë. Policia ka përdorur gaz lotësiellës, flakadan, topa me ujë dhe plumba gome për të shpërndarë turmat, ndërsa protestuesit kanë kundërshtuar me forcë përpjekjet e autoriteteve për të vendosur qetësinë. Përleshjet e fundit kanë rezultuar me dhjetra të plagosur dhe me qindra të arrestuar, sipas burimeve zyrtare, që nga fillimi i protestave janë arrestuar mbi 1100 persona, ndërsa opozita e ka cilësuar ndërhyrjen policore si një përpjekje për të shtypur lëvizjen e qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Mbrëmjen e së hënës, presidenti Recep Tayyip Erdogan i quajti protestat manifestime të së keqes dhe akuzoi opozitën për shprehje të korrupsionit dhe organizim të akteve të palishme. Në vend që të përgjigjen për akuzat për korrupsion, rishfet dhe zhvatje ata kanë bërë thirrje nga më të ndyra dhe të palishme në historinë tonë politike, u shpreh Erdogan. Ndërkohë, Partia Republikane njoftoi se nga e marta nuk do të ketë më protesta, pa dhënë detaje mbi hapat e ardhshëm. Megjithatë, ekspertët politikë nuk përjashtojnë mundësinë një vale të re tensioni nëse situata mbetet e paqartë dhe Imamoglu nuk lirohet. Arrestimi i tij mbetet një çështje e debatueshme, pasi opozita pretendon se bëhet fjalë për një lëvizje të planifikuar nga presidenti Erdogan për të eliminuar rivalët politik. Ekrem İmamoğlu arrestuar të mërkurën me akuzën për përfshirje në korrupsion dhe manipulim të tendreve të Bashkisë së Stambollit. Opozita dhe mbështetësit e tij e konsiderojnë këtë një goditje politike nga Erdogani, duke akuzuar atë për përdorimin e sistemit të drejtësisë për të përjashtuar kundërshtarët e tij nga skena politike. Imamoglu shihet si një nga rivalet më të fortë të Erdoganit për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028 dhe shumë besojnë se arrestimi i tij është një përpjekje për të ndalur atë të marrë pjesë në garë. Ekspertët ndërkombëtarë shohin këtë situatë si një tjetër goditje ndaj demokracisë në Turqi. Arrestimi i një prej figurave kryesore të opozitës, bashkë me reagimin e ashpër të qeverisë ndaj protestave, ka gjetur shqetësime për Bashkimin Evropian dhe në organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Këto ngjarje pritet të ndikojnë në marrëdhëniet e Turqisë me partnerët perëndimor dhe thellojnë ndarjet politike brenda vendit. Nëse protestat përfundimisht do ndalen apo do të çndrojnë një val të rrezikimit popullor, mbetet për të parë, por një gjë është e qartë, tensionet në Turqi po arrin një pikë kritike dhe mënyra se si po trajtohet kjo situatë mund të përcaktojë të ardhmen e politikës turke në vitet e ardhshme. Delegacione e Ukrainës dhe Amerikanë do takohen sërish të martën në Arabinë Saudite pas bisedimeve mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë mbi një propozim për ampushim në detin e Zi. Washingtoni e konsideron këtë një hap përpara në përpjekje për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Bisedime diplomatike për një armëpushim të mundshëm në Ukrainë po hynë në një fazë të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë, që pritet të lëshojnë një deklaratë të përbashkët pas takimeve të zhvilluara në Arabinë Saudite. Delegacionet ukrainase dhe amerikane do takohen sërish të martën, ndërsa Washingtoni shpresoi se marrëveshje për detin e Zi mund të hap rrugën për negociata më të gjera paqeje. Sipas burimeve nga Shtëpia e Bardhë, ka pasur përparim në bisedimet e zhvilluara të hënën në Riyadh dhe një njoftim pozitiv pritet së shpejti. Një burim rus i tha rrutur se një projekt deklarate përbashkët i është
dërguar Moskës dhe Washingtonit për miratim me synimin për të bërë publike të martën. Megjithatë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se asnjë dokument nuk do të nënshkruhet për momentin, sipas raportimeve të agjencisë ruse TASS. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi në fjalimin e tij të përnaçëm se zyrtarët e Ukrainës në Riyadh do të takohen me ekipin amerikan pas vizitimeve SBA-Rusi. Transmetuesi kombëtar i Ukrainës Suspline citoi një burim brenda delegacionit Ukrainas që tha se bisedimet do të zhvillohen të martën, por nuk dha detaje mbi temat që do diskutohen. Kjo iniciativë vjen pas javën e kaluar Rusia hodhi poshtë një propozim të ish-presidentit amerikan Donald Trump për një armëpushim të plot 30 ditor në Ukrainë. Deri më tani Moska ka pranuar vetëm një moratorium mbi sulme ndaj infrastrukturës energjetike, pa rënë dakord për një ndalim të plotë të luftimeve. Trump, i cili është përfshirë personalisht në negociatat për paqe, deklaroi të hënën se diskutimet aktuale përfshin çështjet kyçe si territori, linjat e demokracisë, energjia dhe pronësia e termocentraleve në Ukrainë. Ai la të kuptohet se negociatat po lëvizin përpara, por mbetet e paqartë nëse Rusia dhe Ukraina do të arrijnë një marrëveshje të plotë për ndalimin e konfliktit. Me bisedimet që po zhvillohen në Riyadh dhe me përfshirjen aktive të SBA-s dhe Rusisë, vëmendja e komunitetit ndërkombëtar është përqendruar në havat e ardhshëm të palave në konflikt dhe nëse këto negociate do të cilin një rezultat konkret për paqen në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur një tarifë për 25% për çdo shtet që blen naftë apo gaz nga Venezuela. Ekspertët paralajmërojnë një tarifë dhe sankcione të reja mbi Venezuelën dhe Iranin që mund të shkaktojë rënditje në tregjet globale. Vendimi i fundit i presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur një tarifë 25% mbi çdo shtet që blen naftë ose gaz nga Venezuela ka shkaktuar reagime të menjëhershme në tregjet globale të energjisë. Çmimet e naftës u rritën nga 1.5% pas shpadhjes së masës, duke reflektuar pasigurinë e investitorëve mbi ndikimin e kësaj politike në tregtinë globale. Aktualisht, çmimi i naftës në bursën amerikane është rritur në $69.10 për fuqi, ndërsa për bursën e Londrës ka arritur në $73.01. Ekspertët e tregut paralajmërojnë se këto masa mund të ngadalësojnë ekonominë globale dhe të sjellin paqëndrueshmëri në sektorin e energjisë. Trump është i paparashikueshëm në politikën e tij tregtare dhe sanksionet e ashpra ndaj Venezuelës dhe Iranit mund të sjellin një krizë të re furnizimi, shprehen analistët e industrisë së naftës. Përveç tarifave mbi Venezuelën, administrata amerikane ka vendosur dhe sanksione të reja që godasin eksportet e naftës iraniane. Një ndër masat më të rëndësishme ka qenë tërheqja e licencës së kompanisë Chevron për të operuar në Venezuelë, veprim që pritet të ulë prodhimin e naftës në vend me rreth 200.000 fuqi në ditë. Kjo ka ngjallur shqetësime të mëdha për furnizimin global, ndërkohë që tensionet tregtare dhe ekonomike po rriten. Ndërkohë OPEC, organizata që përfshin vendet eksportuese të naftës dhe alatët e tyre, përfshi Rusinë, pritet të vazhdojë politikën e saj për rritjen e prodhimit të naftës për të dytën muaj radhësi. Kjo lëvizje vjen si përpjekje për të balancuar ndikimin e masave të SBA-s dhe për të mbajtur çmimet në kontroll. Në këtë situatë ndërlikuar, investitorët po ndjekin gjithashtu me kujdes bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Një marrëveshje paqe mund të sjellë rritje të eksporteve ruse të naftës, duke ndikuar më tej në tregjet globale. Megjithatë, mbetet e paqartë si do të reagojnë vendet e tjera ndaj tarifave të reja të Trumpit dhe sanksionet mbi Venezuelën dhe Iranin, të cilat mund të shkaktojnë pasoja afatgjata për ekonominë botërore. Të nderuar televizionistë, jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një lot i paqëndrueshëm. Sipas dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të krijojë gjallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 13 gradë, Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 15 gradë, Elbasan 11 deri në 16 gradë Celsius, Berat 12 deri në 15 gradë, Korç 5
deri në 13 gradë. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 13 gradë. Sarand, 11 deri në 17 gradë Celsius. Për datën 26 mars 2025, territori i Kosovës pritet të ketë një mot të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic, 8 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 11 gradë. Skënderaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Pej, 10 deri në 14 gradë. Prishtinë, 7 deri në 12 gradë. Gjakov, 7 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 7 deri në 12 gradë. Gjilan, 7 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 7 deri në 12 gradë. Kaçanik, 8 deri në 13 gradë. Suharek, 7 deri në 16 gradë. Prizren, 7 deri në 11 gradë Celsius. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshit mirë dhe miru takofshim.